Hyri në fuqi sistemi Safe City dhe çdo porosi për shkelje në trafik nuk është më vetëm paralajmërim simbolik, por gjop faktike. Në ditën e parë, rrugët e kryeqytetit dukeshin gjysmëbosh. Edhe njëri nga bulevardet më të frekuentuara kishte një numër shumë të ulët makinash, ndërsa mbetet e paqartë nëse për këtë ndikoi Safe City apo fakti që është e diel dhe ditë me shi. Ndërkohë, disa nga qytetarët thonë se kanë filluar të adaptohen, e disa të tjerë, me dozë ironie, kritikojnë faktin që rrugët nuk janë të rregulluara e të përshtatshme për një sistem të tillë. Super, da, kako ne poštujeme znaci sve. A koliko pomeniste dobile po periodot kaj što... 15, ne, сега ќе биде хубаво уште улиците да ги направи премиерот и супер ќе биде све. I në adaptu, s'kemi problem. Qekuj kam telefon e kam. Sa mesazhe I keni marrë si... Asnjë diçka, asnjë. As si përrejtje? Sot të mi e kërkosh, s'kam për shka me shpejtu. Do сега моментално немам допиено опомена. Според вас дали е во редовој... Не. Kryeministri Mickoski tha se nuk ka ankesa lidhur me sistemin, ndërsa pret ulje të numrit të shkeljeve. Od upravo nemаме некои поплаки, да, очекувам да се драматично намали бројот на прекршоци и казни. MPB njoftoi se në zbatim është rregulloria e re, e cila e rrit pragun e tolerancës për vozitësit. Prej sot, në vendet ku kufiri lejuar I shpejtësisë është 30 km/h, kufiri I tolerancës është 6. Pra, kamerat detektojnë shkeljet nga 37 km/h. Prej 50 deri në 100 km/h, toleranca ligjore sipas rregullores së re është 9 km/h. Kjo nënkupton se nëse drejtoni automjetin aty ku shpejtësia maksimale lejuar është 50 km/h, kamera do t'ju evidentoj vetëm nëse drejtoni automjetin me 60 km/h. Mbi 100 km/h kufiri tolerancës është 12 km/h. Pra, në vendet ku shpejtësia maksimale lejuar është 100, shkelja detektohet nga 113 në orë. Në fazën e parë, sistemi do të detektoj 4 kundërvajtje tipike në trafik, si parkimi pa rregullt, drejtimi I automjetit me shpejtësi më të madhe nga e lejuara, kalim në dritë të kuqe në semafor dhe drejtim të automjetit me regjistrim të skaduar.